Bababapaj. Bapu. Bapun, bababapaj. Po nejse, Rut. Gjakun djersaj. Po qa, shpëtoj e, bravo. Jo, shpëtoj, por... Nuk ecën dot. Shpëtoj, më është largë, po kur thënë, se më vjen për qesh, është jashtë rrezikut për jetë. Po i shkreti janë fut kohë më durë dhe i parasysh, ajo jeta nuk është cilëcore. Mund thoni jashtë rrezikut për jetën cilëcore. Ajo do të jetë jashtë rrezikut për ekzistencën. Bravo. Do të thënë është një lloj ekzistencë, se jetë pastaj. Do thuash ti, po ta kapësh si kështu si ide i bie që 90% shqiptarëve thjesht ekzistojnë kurse jetojnë. Sepse që ti jetosh duhet të kesh kushte të mira jetese. Besoj një 5% jeton. Ja, s'është vërtet? Nëse. Ja ka hedhur ai më. Ja hodhi. Po mirë, ta mbyllim me kaq valla. Ç'a do tani, do ta çojmë në burr për një. Kush e mbyll me kaq gjigant? Pse ore? Po pse s'do shërohet ai? Po do shërohet, po ç'a do ta vras me karrocë? Patjetër. Do të shtyp me karrocë. Mirë. Ore, do të gjej, dhe do të kaloj si për me karrocë invalidi. I nati vlonjatit, bravo. Do më tregosh nga ajat e zhoja, si e nisë, si e krijove këtë projekt, si të erdhi, ku ishe, në shtëpi, në kuzhinë, në banjo, kudo, hajde. Në fakt, ka kohë që e kam kompozuar si gjë, së bashku me kolegun tim, Mërgus Turkun, që e përshëndes, ka bërë temat e gitarës në mënyrë edhe unë se njoj përshëndes. Edhe ka nisë si që ka nisë gjithë tjerat shkretat, që një pjesë nisë në kafe, një pjesë nisë në shtëpi, varet ku më kap mu deli, do më ku të vjera, thjesht më kap edhe në njërë zjedh në një moment apo vënd që me vërtej jam rehat edhe thjesht në njërë mund duken dhe si frik në kafet me njerëzit dhe jam me kufjet dhe jam kështu. Dhe së të fet njeri, i këshko me një faturën e sajtë. Si mund të jemi popull kaq basdashës? Basdashës, mbase jo, po... Aje ka mirë, Rut, sepse... ka mirë, sepse bastet, përveç se në shumë raste ti fiton lek... Po, baste luajnë, për shumë anglezët janë number one bot për baste, nuk ka lidhje. Po mi më dakord, se ta kesh rrogën aq sa e kanë ato, do më thënë... Basti ti merë gjitha, pa merë, luajnë më shumë lek. Mirë, dakord, këtu të ne, do më thënë, ma aq sa dim me përqindje kështu, fiton shpesh. Në çdo vend botës fiton shumë shpesh. Po fiton më shpesh se këtu. Më pëlqen kur fërkon krahun, kështu kur e thua. Basti sjell dhe negativitet, siç është një rast në Vlorë. Basti sjell negativitet? Absolutisht. Jo, në fakt para se ti ke atje doja thëra diçka që nuk e kuptoj si ka mundësi që shqiptarët e rinj aq më tepër nuk janë fare aktiv me sporte ndryshme kështu me radhë. Pse si aktiv ti? Është të mërshme. Pse si aktiv ti? A thua se u mungon në gjë? Unë ulem në orën 10 mjesit e dërë 12 darkës shoh futboll. Si jam aktiv në sport? Je aktiv në pasivitetin tënd? Absolutisht, pra shoh sport. Nuk po them unë, luan dhe futboll ti po luan PlayStation. Bën syt. E kuptoj. Po ideja është 14 kilometra ka prapugi djati. Unë nuk naqa sot, një nuk naqa se jam me tuta kështu dhe isha rehat. Ku dhe qenë të më batët? Makina ime nuk i merë, se dini, nuk është se kam në kështu ma une. Tani, çfarë kemi? Do bëjmë foto një me këto, se fiksimi kam, ti bëu gajtë bësh foto. Ky është momenti, mos më bani afër. Ore, si ditë, unë nuk kam desur kur kështu gjërat. Okej, që ka shumë e tjerë dhe shumë e bukur. Sa qemë, sa e në vreshme. Duhet ta bëjmë videoklip këtë qënë? Si fiket, mund t'iki më se mos shpërten. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Mirë pafshim, takojmë një të hënë, bëni qep.